Jo, s'kemi artu për me vajtu. Po e përmenu që veç me votu e kam problem diasporën, tash edhe në ekonomia pas kam problem. Vetë një investim që mundet me bon Kosovë janë me ble banesa. Një treg ku sundon ligji, që është shumë është të rëndësishme. Pak ma qëtësi. Në eksportin e shërbimeve, kategoria kryesore e eksportit e shërbimeve janë shpenzimet që diaspora i bën gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Shpenzimet na për restorane, blerje të ndryshme. Shpenzimet e diasporës, shpenzimet e eksporti i shërbimeve, që janë shpenzimet e udhëtimit, janë 72.1% të këtij eksportit shërbimeve që ti për referosh. Kështu që mos e paraqitni eksportin e shërbimeve si një element zhvillimit ekonomik, se këto janë shpenzimet që diaspora i bën gjatë qëndrimit në Kosovë, e statistikisht regjistrohen si eksport i shërbimeve. Dhe në anën tjetër sa i përket këtyre premtimeve me cilat keni ardhur pushtet. Mendoj që ka ardhur koha që të jepni llogari se çka keni bërë këto 6 vjet. Janë ankesat. Jo, s'kemi ardhur për me vajtu. Jo, do në me tregu qytetarit çka bot me qatë besimin që ja vlla qytetari me majtë pushtetin këto 6 vjet. A e përmirësut ekonominë, a e përmirësut shëndetësinë, a arsimin, a e përmirësut të ardhunat e qytetarve, apo jeton qytetarë më mirë. Lani ankesat. Armen. 6 vjet tu angu. Politikë në votim me shumë në ekonomi. Arben, koha jote ta që veç me votu e kam problem diasporën, tash edhe në ekonomi pas kam problem. A mund t'i përgjigjëm? 30 sekonda i kemi përgjigjëm. Ne kemi thonë që nga fillimi. Mos ju përzi. Ne kemi thonë që nga fillimi që diaspora paraqet aset kushtimisht diasporën ne duhet ta mirë trajtojmë në fazën e transformimit të strukturës tonë ekonomike. Nëse ky vend transformohet ekonomikisht dhe arrihet konvergjenca ekonomike me Bashkimin Evropian. Çka keni bërë për diasporën? Arben mos i ndërhyj. Më lejo ta përfundoj. Ajo vjen nga mërgata jonë. Pse? E para është transferi i teknologjisë dhe rritja e produktivitetit vjen përmes partneriteteve me diasporën. E dyta, që shumë është e rëndësishme, investimi që i bëjnë ata dhe për këtë arsye do hapim një dritare 3 për diasporën. Armen, koha 3 sekonda të t'jem rigoroze. 3 sekonda. Tregom të lutem çka keni bërë jo për m'ia letu diasporës jetën në Kosovë. A keni përmirësu kushtet e konkurrencës me pas biletat e aeroplanit ma lirë? A i keni kriju kushte për me investu në Kosovë? A çfarë kushte, çka keni bërë jo për diasporën? Jo për diasporën, krejt çka keni bërë, e keni mundësu që diaspora i vetëm investim që mundet me bon Kosovë janë me ble banesa me çmime shumë ashtrejta se që kanë ble përpara. A ka investimet suksesshme në Kosovë si rezultati politikave të juja që keni bërë për diasporën? Ju e keni shfrytzuar diasporën për propagandë, po bash asgjë për diasporën jo nuk keni bërë. Cila politika juaj për diasporën? A ke shembull, Armen? Pra, pyetja ishte cila ishte politika e parë. E para është fillimisht ne diasporës të Kosovës i kemi ofruar një Kosovë, një treg ku sundon ligji, që është shumë është e rëndësishme, sepse nuk ka qenë e zakonshme përpara. E dyta, diasporës tonë ja kemi heqet monopole që përpara kanë qenë të rezervuara për dostat e tyre. Që ka diku jetën diasporës. Arben, le ta përfundon. Arben, le ta përfundon. A kërkush kërkujt mos t'i ndërhyj. Edhe nëse s'pëlqen, lele ta përfundon. Edhe një. Unë po e dëgjoj me shumë kujdes, unë besoj që ne kemi të drejtën tonë të mos pajtohemi, por mendoj që jemi të lirë pak me këto gestikulacione, të jetin pak ma qëtësi. E para, është shumë është të rëndësishme tek mërgata, ishte pyetja se çfarë keni bërë për mërgatën, edhe pyetja valide. Që në fillim, se mërgata Kosova gjithmonë ka pasi mërgatë të madhe. Pyetja e parë kanë qenë këto investimet që i tha zotriu, eksportet e mallave dhe shërbimeve, eksportet e shërbimeve, më herët kanë qenë 2 miliardë, që nga kur ne kemi ardhur.